Është e vërtet që shumë profesione do të vdesin. Kjo është e pamohueshme. Për shembull, kur bëhet identifikimi, themi, i një smundje, që ti shiko, duhet ta lexosh. Unë gjithmonë kam pas kurrështje me gjeneru një makinë e cila gjeneron, edhe kam pas arrit, me thonë, me pattern recognition, me gjeneru, me pa se shiko, çka është fjala është kancerin. Ti e sheh aty një imazhim, ose me imazhim pozitronik, ose me rezonancë magnetike, ose me CT, e sheh një farë ashtu strukturë dhe ti e konkludon që ato dhe struktura në qelizave ti jep diagnozën. Por mi shpall njërin për kancer ose për tumor duhet shumë dimensionet analizohen. E inteligenca artificiale në mënyrë simultane analizon gjitha dimensionet. Prandaj diagnozën që jep ajo ka probabilitet shumë të madh të jetë saktë. Do të thonë probabiliteti është numerikisht jashtëzakonisht i madh krahasim me ato që jep njeriu, eksperti, sa do të ketë përgatitje të lartë profesionale. Po që tash për shembull kur flasim një prej tyre ChatGPT, ajo është punë thjesht. Aty mirën informacionet në oqeanin informativ të internetit, mirën ato informacione edhe natyrisht në nivel me weight, me qatë peshën statistikore, nxirren ato relevante edhe konkludohet cilat ato informacione rekonstruktohet edhe del outputi. Prandaj nuk është diçka shumë e madhe me ChatGPT, po e përshini sa është e vlefshme. Do më thonë, zbulimi ChatGPT, do më thonë, si zbatim inteligencë artificiale, të gjithë njerëzit përdorin. Për shembull, ti merret një detyrë matematikore që ju duhet, ti më një herë jep, ai ta jep rezultatin, më një herë. Ose ti kërkon me ndërtuar një asaj jepja një skicë të objektit që duhet me punu arkitektin ndoshta 3-4 net, ti jepja ta jep për 2-3 minuta. Do më thonë, këto lëmi profesionale do të vdesin. Ndoshta e tash nuk ja përparësi këtij mikit Trumpit, Musk. Nuk jap shumë përparësi, por megjithatë është fizikan. Edhe është njëri i mençur se ka arrit pasuri të bëhet më i pasur në botë. Ai thotë 2 profesione do të vdesin me zhvillimin e inteligencës artificiale. Kur? Një është fizikanit, e 2 është i programerit. Elon Musk thot për fizikan dhe për programer nuk përkundërzi rritet kërkesa.